Përshëndetje, ja ku jemi sot me një video të re. Sot do të flasim për një temë shumë delikate, por që duhet patjetër të diskutohet, sepse nënat e reja i bëjnë që të dyshojnë rreth trupit të tyre, të dyshojnë rreth aftësisë së bebit të tyre, pra të dyshojnë për aftësinë e tyre që kanë si nëna, të dyshojnë tek instinkti i tyre. Dhe të gjithë këta e bën rrethi familjar apo rrethi shoqëror. Shpesh herë nënat e reja dëgjojnë që qumshi i tyre nuk mjafton, që e kanë qumshin të hollë, apo nuk e kanë qumshin të mirë, sepse bebi gjoja nuk po merr pesh mjaftueshëm, sepse bebi po qan e shumë gjëra të tjera. Ne si shoqëri duhet që t'i vëmë kufi gojës tonë, kur nuk na pyesin. Nuk duhet që të flasim. Në qoftë se nënat e reja na pyesin, mund të themi mendimin ton, por jo të themi patjetër është kështu. Sidomos me ju mama apo me ju vjera e di se shumë prej jush ndoshta dhe do më shani, po më mirë të më shani ju dhe mamat e reja të jenë të qeta, sesa të vazhdojmë edhe të themi, hey, nuse ti nuk e ke qumshin e mirë, apo o goc, qumshi jot nuk mjafton, shko. Merë qumshin formul, shiko fëmia po qan, bo fëmia nuk ka marrë pesh mirë. Ndoshta fjalët e mia janë pak të ashpra, por asnjëra prej jush nuk e ka shkollën për ta bërë këtë koment. Asnjëra prej jush nuk është konsulente laktacioni, asnjëra prej jush nuk është mjeke apo nuk është infermiere. Kështu që lërini nuset apo mamat, gocat, lërini rehat gocat e reja. Lërini t'i rrisin fëmijët ashtu si ato duan, ashtu si ato munden, ashtu si ato kanë mësuar apo kanë lexuar nga ekspertët të fushës. Mos i fusni dyshime, kur nuk i ndihmoni, mos i stresoni ato. Nuk e di se ku ju bazoheni dhe thoni që qumshi i gjirit nuk është i mirë, apo qumshi i gjirit është i hollë, apo është i trash, apo shumë të tjera si këto. Ta dërgoni nusen apo gocën tuaj të blej qumshi formul, ju nuk po i bëni nder, ju po e stresoni atë. Ju nuk po mbroni qumshtin e gjirit, që është mrekulli. Nuk ka, duhet që t'i vi stop, duhet që një ditë të bëjmë stop, të ndalojmë këtyre fjalë. Nuk ka qumësh të hollë apo të trash, nuk ka qumësh të mirë apo të keq. Çdo nën është ajo perfektja për fëmijën e saj, si në rritje ashtu dhe në ushqyerje. Gjithënia është shumë më shumë se sa bebi të pi, të mbushi barkun edhe të bëhet me tule. Gjithënia është mrekulli. Në trupin ton kur formohet qumshi, thjesht aty ndodh një mrekulli. Siç e thash edhe më lart, nuk ka qumësh të mirë apo të keq, nuk ka qumësh të hollë apo të trash. Qumshti që nëna prodhon për fëmijën e vet, për bebin e vet, është perfekt për bebin e saj. Është ai qumësh që i duhet bebit të saj, sepse vërtet qumshi prodhohet në gjë, ama informacioni për përbërjen e tij vjen nga truri i mamit. Dhe këtë informacion e dërgon bebi vet me anë të përshtymës te truri i mamit, për përbërjen e tij ditore, se si do të jetë ajo e të tjera. Do thoni ju, çfarë përbërje ditore, pse nuk është qumshi i njëjtë? Jo, nuk është qumshi i njëjtë. Në bazë të kohës, në bazë të vaktit, në bazë të gjendjes shpirtërore apo gjendjes shëndetësore të fëmijës, qumshi ndryshon edhe përbërjen e tij, duke ju përshtatur kështu bebit. Prandaj them që çdo mamë prodhon qumshin perfekt për bebin e saj dhe nuk ka qumësh të keq apo të mirë, qumësh të hollë apo të trash. Bebi vet, me anë të përshtymës së tij, kur është duke thithur në gjë, i jep informacione trurit të mamit se si duhet ta prodhojë qumshtin. Në qoftë se bebi është sëmur, në trurin e mamit shkon informacioni se qumshi duhet jetë i pasur me antitrupa. Kështu bebi do e kalojë sëmundjen më lehtë. Në qoftë se bebi është gocë apo është djalë, përsëri vjen informacioni në trurin e mamit me anë të përshtymës që të bëj atë përshtatjen e proteinave apo yndyrnës. Një beb djalë ka më shumë, pra ka nevojë për më shumë proteina, më shumë yndyrna se sa një beb gocë, dhe trupi i nënës është aq perfekt sa ta kuptojë atë.
Gjithashtu, baby me anë të përshtymës së tij dërgon edhe informacione në trurin tonë se si është dita. Pra është ditë apo është natë. Në momentin që është natë, qumshti i gjirit është i pasur me melatonin. Kjo do e bëj që baby jon të pi qumësh dhe pastaj të bjerë direkt në gjumë, pra të vazhdoj gjumin direkt pa u zgjuar siç është gjatë ditës, që pije dhe vazhdon aktivitetin ditor, ndërsa gjatë natës për shkak të melatoninës, pra hormonit të gjumit, bebat kthehen direkt në gjumë. Shtymës baby dërgon gjithashtu edhe informacionin në tru se duhet që të ndodhi lëshimi i qumshit apo jo. Për shembull, nëse baby është i uritur, kemi më shumë qumësh, më shumë është refleksi i lëshimit edhe baby pi. Nëse baby është duke bërë ato thithjet e komfortit apo po flen në gjoks, atëherë gjoksi nuk lëshon qumësh. Kjo për arsye sepse bebat nuk duhet që të kalojnë në mbi pesh, pra nuk marrin mbi pesh. Prandaj është ushqyerja me gjia jo perfektja. Baby kur nuk kalon në mbi pesh kur është në gji, mund të jetë i shëndetshëm topoliak, po kur nuk është në mbi pesh. Uroj që ky informacion dhe shumë të tjera që ka dhe unë nuk i përmenda në këtë video të bëjnë ty që të reflektosh dhe më në fund ta mbyllësh gojen edhe mos i thosh më mami të re që ti e ke qumshin e holl apo nuk e ke qumshin e mirë. Uroj që ky informacion ty si nën të t'japi forcën edhe guximin për t'i thënë atij personit nga rrethi shoqëror apo rrethi familjar, hey, stop! Trupi im prodhon qumshin perfekt për bebin tim dhe unë do luftoj për gjithënien. Kjo është ajo që pres nga ju mama të reja. Uroj me shpirt që kjo video t'u ketë ndihmuar dhe kur mos ta harroni, një hap jashtë shtëpisë drejt farmacisë apo dyqanit për të blerë qumshin formul është një hap larg apo një hap drejt reduktimit të qumshit të gjirit. Apo një beberon i shtuar me qumshin formul është gjithashtu një hap që juve ju sjell mbrapsh në gjithënie. Është një hap i cili redukton qumshin e gjirit. Prandaj, përpara se të merrni vendimin për të dhënë qumshin formul, ju lutem merrni mendimin e një eksperti, ose më saktë mendimin e 2 ekspertëve, dhe pastaj vendoseni ju sipas instiktit tuaj të nënës. Instikti i nënës është ai që juve ju tregon jo vetëm rreth gjithënies, po ju tregon për çfarë do lloj gjëje në jetën me fëmijët tuaj. Ju vetë brenda instikti juaj e di se çfarë vendimi do të merrni për fëmijën tuaj. Edhe një herë uroj me shpirt e zemër që kjo video të ketë shkuar në veshin e duhur, të ketë shkuar tek ajo mam që është mbushur me dyshime, të ketë shkuar tek ajo vjer, tek ajo mami, motër, kunat apo shoqe e cila ka thënë një fjalë apo mendon që të thot një fjalë për qumshtin e gjirit, ta mbylli gojen. Dhe miru dëgjofshim në video të tjera. Miru pafshim!